panelistëve, por ma rumbullakoni ju lutëm kështu në pak fjali, kush fitoj zonja Hajdari dje? Po, mendoj që fitoj qytetari Republikës Kosovës, sepse përcolli një mesazh të qartë të gjitha subjektet politike në vend, që është bërë e lodhshme, ka vendosur të pauzoj, mbase të shkojnë pushime verore, kujdiet, por e rëndësishme është që bojkoti i tyre duhet parë si fitore e tyre, si zë të cilin e kanë artikuluar zëshëm, qartë, dhe me bindjet plot si alarm të gjitha subjektit politike. Fakti që ata kanë vendosur të bojkotojnë e jo të dërgojnë votën potencialisht nga lëvizjave të vendosjes tek partitë opozitare, tregon që nuk janë të kënaqur as me partitë opozitare. Nuk kemi pas në lëvizje të votave në drejtim të partive opozitare, madje kemi pas rënjit votuesve tek 3 partitë e para, ndërsa AK nga ky proces zgjedhor mendoj që është partia fituese, sepse shumë prej nesh e kanë parë me hezitim reformën që AK mori guximin ta bëjë në prag të zgjedhjeve, po siç duket u rezultoi i suksesshëm. Pastaj në bazë të matematikës së numrave, pa diskutim që ka fituar edhe kësaj radhe lëvizjave të vendosjes.